Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur mesditën e kësaj të premte në unazën e qytetit të Lushnjës, duke lënë të plagosur rënd një të ri rreth 30 vjeç. Sipas informacioneve paraprake, një motorcikletë është përplasur me një automjet i cili po dilte nga ambientet e një biznesi përgjatë unazës. Përplasja ka qenë e fortë duke shkaktuar përplasjen e rënd të drejtuesit të motorcikletës, Marius Doksani, i cili është transportuar me urgjencë në spital dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Mjekët po bëjnë përpjekje për stabilizimin e tij. Në ngjarje kanë bërritur me një herë shërbimet e qarkullimit rrugor dhe patrulla e policisë së shtetit, të cilat kanë nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit. Paraprakisht dyshohet se dalja e automjetit nga biznesi pa respektuar sinjalistikën dhe lëvizja në rrugë mund të ketë ndikuar në përplasjen fatale. Unaza e qytetit të Lushnjës vijon të konsiderohet një nga segmentet më problematike për aksidentet rrugore, për shkak të numrit të lartë të bizneseve të ndërtuara përgjatë saj dhe hyrjedaljeve të shpeshta të automjeteve, çka rrit ndjeshëm rreziku për përplasje.